Përshëndetje edhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për këtë ditë të mërkurë 8 korrik 2026 për 12 shenjat e zodiakut. Ju faleminderit. Dashi. Këtë të mërkurë dash, je në qendër të vëmendjes pa u përpjekur as pak. Me hënën në shenjën tënde dhe Venusin që sjell energji pozitive në jetën sentimentale, rezaton vetbesim, sharm dhe magnetizëm që tërheq njerëzit drejt teje. Je më i çlirët, më i buzëqeshur dhe komunikimi me të tjerët rrihet natyrshëm. Kjo është ditë ideale për të krijuar njohje të reja, për të forcuar një lidhje ekzistuese ose thjesht për të shijuar momente të bukura me njerëzit që të rrethojnë. Energjia jote pozitive ndihet nga të gjithë dhe hap dyer që mund të mos i kishe vënë re më parë. Nëse ke dikë në mendje dhe prej kohës po heziton të bësh hapin e parë, kjo e mërkurës momenti i dur. Mos prit që gjithçka të jetë perfekte dhe mos humb më në plane të komplikuara. Ndiq instiktin tënd, shprehu me sinqeritet dhe guxo. Një veprim i vogël sot mund të sjellë një ndryshim të madh në jetën tënde sentimentale nesër. Dem, kjo e mërkurë do ta ndihesh më shumë se kur nevojën për qetësi dhe rehati. Shtëpia juaj ose ambienti ku ndiheni të sigurt do të jetë vendi ku do të gjeni paqe dhe energji pozitive. Do të vlerësoni më shumë momentet e thjeshta dhe pranimin e njerëzve që doni. Kjo nuk është një ditë për rëmuj, festa apo turma njerëzish. Përkundrazi do të ndiheni më mirë duke kaluar kohë në një atmosferë të ngrohtë, qoftë vetëm apo me partnerin, familjen ose një person shumë të afërt. Një darkë e shijshme në shtëpi dhe një film i bukur mund të sjellin më shumë lumturi se sa çdo plan i madh. Sot kujtoi vetes se lumturia nuk qëndron gjithmonë tek aventura, por edhe tek qetësia, komoditeti dhe dashuria që ju rrethon. Shijoni ritmin e ngadalë të kësaj dite dhe lejoni veten të çlodheni pa u ndier në faj. Në fund të ditës do të ndiheni më të qetë, më të plotësuar dhe gati për sfidat që ju presin. Binjak, kjo e mërkurë ka energjinë e një të premteje. Gjithçka duket më e lehtë, më argëtuese dhe më pozitive. Biseda zhvillohen natyrshëm, pa u përpjekur shumë, dhe tani do të keni të lehtë të krijoni lidhje me njerëzit përreth. Këtë të mërkurë mund të merrni një lajm të mirë nga miqt ose dikush më në fund do të vendosë të organizojë një takim që është shtyr prej kohës. Kjo do t'ju jap më shumë entuziazëm dhe do t'ju bëjë të ndiheni të vlerësuar. Besimi në veten tuaj është në rritje, humori juaj është në maksimum dhe fjalët që thoni do të kenë ndikim pozitiv tek të tjerët. Në kohët e fundit keni qenë të mbingarkuar nga mendimet ose keqkuptimet. Këtë ditë do të ndjeni një lehtësim të madh. Shfrytëzojeni këtë energji për të kaluar kohë me njerëzit që ju frymëzojnë, për të qeshur dhe për të shijuar momentet. Kjo është një ditë që ju kujton se gjërat e bukura vijnë kur jeni thjesht vetvetja. Gafore, kjo e mërkurë sjell një moment të shumëpritur. Më në fund përpjekjet dhe puna juaj fillojnë të marrin vlerësimin që meritojnë. Dikush, mendimi i të cilit ka shumë rëndësi për ju, do të shprehë respekt dhe mirënjohje për gjithçka që keni bërë. Prej kohës keni punuar me përkushtim, pa pritur duar trokitje apo lavdërime. Megjithatë, është gjithmonë e bukur të kuptoni se njerëzit e kanë vënë re angazhimin dhe suksesin tuaj. Ky vlerësim do t'ju jap më shumë besim dhe motivim për të vazhduar përpara. Mos e nënvlerësoni atë që keni arritur. Çdo hap, çdo sakrificë, çdo përpjekje po japin frutet e tyre. Shijoni këtë moment me krenari, sepse është dëshmi se puna e ndershme nuk kalon pa u vënë re. Vazhdoni në të njëjtin drejtim dhe besoni se ky është vetëm fillimi i shpërblimeve që ju presin. Luan, këtë të mërkurë, do të jeni në një periudhë të mbushur me energji pozitive dhe tërheqëse. Me Venusin në shenjën tuaj, njerëzit ju afrohen me më shumë ngrohtësi, simpati dhe vlerësim. Sharmi juaj natyral është në kulm dhe kudo që shkoni lini një përshtypje të mirë. Kjo e mërkurë është dita ideale për të qenë spontan. Nëse planet ndryshojnë në momentin e fundit, mos u shqetësoni. Përkundrazi, pranoni ndryshimet, sepse ato mund të çojnë drejt mundësive më të mira se sa kishit imagjinuar. Mos u mundoni të kontrolloni çdo detaj apo të analizoni çdo situatë. Sa më shumë t'i besoni rrjedhës së ngjarjeve, aq më lehtë do të shihni se gjithçka po shkon në favorin tuaj. Besoni intuitës dhe shijoni momentin. Universi po ju udhëheq në drejtimin e dur dhe mjafton të ecni përpara me besim dhe optimizëm. Virgjëresha. Kjo e mërkurë virgjëresh ju fton të mos mbani më gjithçka vetëm për vete. Mund të jetë një ndjenjë për dikë të veçantë, një ide krijuese ose një projekt që e keni zhvilluar në heshtje. Të mërkurë do ta keni gjithnjë e më të vështirë ta fshehni atë që keni në zemër ose në mendje. Edhe nëse nuk ndiheni ende gati ta ndani me të gjithë.
Mos keni frikë të besoni një personi që e dini se ju mbështet. Një këshillë e sinqertë ose një këndvështrim ndryshe mund të ndihmojë të esni më shpejt drejt qëllimit tuaj. Mos e menderesoni për parimin që keni bërë deri tani. Çdo hap, sado i vogël të duket, po ju afron me suksesin. Besoni tek aftësitë tuaja dhe mos lejoni që pasiguria t'u mbaj frapa. Ndonjëherë mjafton ta ndani ëndrrën me personin e duhur që ajo të fillojë të bëhet realitet. Kjo ishte pjesa e parë e zodiakut për këtë të mërkur 7 korrik 2026. Pjesën tjetër do na ndiqni në videon tjetër. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.